gjithmonë e thonë, u kënaqet ti mbete, po shif se ndonjëherë ne këto ngjarje sigurisht që i ndjekim edhe për shkak të punës. Kështu që ndonjëherë ne jemi edhe në punë në fakt. I ndjekim edhe nga vetë dëshira, sepse nuk na detyron kush që t'i ndjekim fiks çdo ngjarje, por që edhe për punë dhe nuk e kuptojnë njerëzit që ajo pjesa që ne duhet presim deri në fund të koncertit, ti presim ato të cilët e kanë realizuar koncertin të mbarojnë sigurisht me urimet, me përshëndetje dhe pastaj ti marrim në për intervista ose kështu që është edhe pjesë e punës, prandaj nuk është aq lehtë. Nëse e vërtet sfida. Po, njerëzit më tanë mendojnë se ne jemi shumë të lumtura. Po. Ama për dallim prej të tjerëve ne vërtet jemi.